Ndërhyrja e presidentit amerikan Donald Trump, gjatë pritjes së princit të kurorës saudite Mohammed bin Salman, u nxit nga një pyetje e një gazetari për vrasjen e Jamal Khashoggit në vitin 2018 brenda konsullatës saudite në Stamboll. Pyetje që sipas Trump kishte si synim ta vinte në siklet princin saudi. Duke u kthyer me tone të ashpra ndaj gazetarëve, Trump deklaroi se Khashoggi ishte një figurë jashtëzakonisht e diskutueshme dhe se çështja nuk duhej të përdorej për të turpëruar bin Salmanin. Shumë njerëzve nuk u pëlqeu zotëria për të cilin po flisni. Pavarësisht nëse ju pëlqen apo jo, gjërat ndodhin. Ai nuk dinte asgjë dhe mund ta lëm me kaq, tha Trump nga zyra ovale. Presidenti amerikan këmbënguli disa herë se princi nuk kishte dieni për operacionin pavarësisht se cia ka vlerësuar me shumë gjasa se bin Salman ka miratuar urdhrin për vrasjen e Khashoggit. Trump madje pyeti me ironi gazetarin se nga cili kanal vinte dhe kur mori përgjigjen e ABC komentoi: "Një nga më të këqij." Ndërkohë i pyetur vet për çështjen princi saudit u shpreh: "Është vërtet e dhimbshme të dëgjosh se dikush humb jetën pa arsye të vërtetë ose në mënyrë të paligjshme. Ne ndërmorëm të gjitha hapat e duhur në hetim për të siguruar që diçka e tillë të mos përsëritet." Qëndrimi i Trump bie ndesh me politikën e administratës Biden, e cila në vitin 2020 publikoi një raport që arriti në përfundimin se bin Salman kishte miratuar urdhrin për të kapur ose vrarë Khashoggin. Riyadhi i hodhi poshtë përfundimet si të rreme dhe të papranueshme.